U vuani nga tensioni i lartë. Ja sa kafe duhet të pini në ditë. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të tregojnë kujdes me kafen sepse ajo mund të rrisë riskun e atakut në zemër. Për të arritur në këtë konkluzion, një studim italian analizoi të dhënat e 1200 personave të moshave nga 18 deri në 45 vjeç. Ekspertët përmbledhën dhe analizuan të dhënat mjekësore të një arku kohor prej 12 viteve. Pjesëmarrësit në studim kishin tension sistolik të gjakut që varionte nga 40 deri në 15.9 dhe tension diastolik që varionte nga 9 në 9.9. Lidhja mes kafes dhe tensionit të lartë është një lidhje e ngushtë. Në arkun kohor të 12 viteve, ekspertët vunë re 60 raste të problemeve shëndetësore me qarkullimin në zemër, dhe gjithashtu ekspertët treguan se persona të cilët kishin tension të lartë të gjakut kishin më shumë probleme pas konsumit të kafes, dhe kjo ndikonte drejt për së drejti në shëndetin e tyre dhe gjithashtu nxiste edhe një përkeqësim më të madh të tensionit.